Kërkoj që mbyllim lidhjen me firmën, sepse është momenti që të mirëpresim në studio të eliminuarën e kësaj nate. Ajo ka qëndruar për gati 50 ditë brenda firmës, ku natyrisht ka kënduar, ka shfaqur artin e saj, po edhe ka dashuruar shumë. Vjen sonte Vanessa! Ju jeni të vërtet! Vanessa, ullu, reatohu, qetësohu, çlirohu. Si je? Pritë të rotulloj. Rotullohu njerë. Okej. Je mirë. Jam shumë emocionuar. Pse? E para njerë, unë kam thënë që arriti një pikë që më dukej sikur ishit ju jashtë eksperimenti dhe ne brenda ishim në rregull. Edhe kur ju dëgjoja, më dukej sikur dëgjoja kështu efekte filma, sidomos kur dëgjoja Duart Rokiti ose Brorima. Edhe në momentin e parë që dola, më dukej çuditshëm që kishte edhe njerëz të tjerë për te ati gardhit. Po shumë ndjesje e çuditshme shumë. E po izolimi ta bën këtë, të krijon atë mikrobotën tënde që ti e kishe të bukur, e kishe të trisht, si e kishe? Si ka qenë firma për ty? Si do ta përkufizoje ti këtë eksperiencë? E para, unë nuk e kam pritur që të kisha atë lloj dinamika që i kisha, as pak. Prisja që rrugtimin do të ishte shumë i shkurtër se sa që ishte, me asnjë nga ato goditjet që mora gjatë rrugës, nuk isha e përgatitur fare për as edhe një nga ato ndodhit aty brenda. Gjeta dashurin time, Indri. Kam krijuar një miqësi shumë të mirë me Sarën. Kam gjetur grimca shumë të bukura në shumë njerëz aty brenda. Jam munduar të bëj muzikë, jam munduar që të jap sa më shumë ngrohtësi, dashuri, ndoshta kam gabuar në disa momente, por shpresoj që të kem përçuar esencën time sa të kem mundur. Unë jam e sigurt që e ke bërë. Tani natyrisht do të njohin shumë më tepër njerëz edhe artin tënd, edhe zërin tënd të bukur edhe. Dhe dua të falenderoj ty. Oh. Ka nevojë. Shumë. Dua të falenderoj opinionistët, shumë. Ju është edukuar, është nga më të edukuara. Ne prandaj e kemi vlerësuar dhe e kemi dashur dhe jemi munduar ta suportojmë Vanessën dhe në ato situatat pak të vështira, ndoshta kemi ndihmuar pak që t'i jepni drejtim me ato kritikat tona. I kemi folit që Indrit shu që ti thriste trurit pak. Atë doja t'ju thoja që ju se kuptoni se sa shumë pesh kanë dhe sidomos në ndërhyrje. Në ato situata që kam qenë, kanë ndihmuar shumë. Rëndësi ka që i zgjidhe Vanessa. Vanessa, je e frikësuar për Indrin? Shumë. E para njerë nga ana fizike, sepse ai këtë javë ka pasur shumë nevojë, ai për veten e tij nuk kujdeset ashtu siç duhet, edhe pse është infermier, më shumë kujdeset për njerëzit e tjerë kur ka nevojë se sa për veten. Edhe e di që të gjithë janë të përfshirë tek loja aq shumë, sa që nuk do kenë fokus gjendjen e Indrit. E lash sot, jo përpos gjendjes fizike, edhe në një ngërt shumë të madh me shumë njerëz aty brenda. Edhe më vjen shumë keq që personi me të cilin ai po i ndante të gjitha këto ngërçe iku. Edhe jam shumë në merak. Me kë mendon që do t'jetë më afër tani ai? Mendoj me se di ndaj po them, ka pasur një ndryshim dinamikash me Sarën, ndryshim dinamikash me Ilirin, me Blerinën, me Sonin deri diku pak. Nuk e di, realisht nuk e di dhe ndaj jam në merak. Sepse deri para startit të Prime-it kemi qenë duke diskutuar,
edhe po i thoja më me qetësi, po e shtyja që ti bënte ca biseda me Ilirin, edhe Iliri t'i shkova që të fliste me Indrin. E kjo dalja jote si mendon që do ndikojë në historinë tuaj dhe në ndjenjat e ti karshiteje, në ndjenjat e tua karshiti? Jo, unë jam e sigurt. Ti je sigurt? Jo, Ti je dashuruar kohë me kohë? Unë jam e sigurt. Unë sa të dal Indri do shkojmë në Shkodër të ham vë. Vë. Edhe ai e di që unë e pres këtu, edhe e mbështes. Po ti ke frikë për të? Jo. 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 Se si do ndikoj kjo largësia? Jo, mos bëni më net arabe. Okej. Ska bërë asgjë të ne dhe arabe. Po që ishe një gjeloze ti? Ua, po se ma thonë të gjithë, po ju më se s'jama shumë. Po dale, ka nevojë Robi, dali njerë të piti qka një Mi kot më me mirë, shokot se me s'jam shokot. shumë. Kote kanë mashtruar. A di se thonë, nuk mund bësh gjeloze për dikoj që është futur një vend me kamera. Po. Po gjeloze për dikoj që nuk është te ferma. Po, ju E faleminderit. kena në kontrol. Deri sa dalë. Erman, çfarë ke për t'i thënë Vanesës? Unë e kam pëlqyer Vanesën me të gjitha ato shpërthime, tullje ngritjet, emocionet që na ka dhuruar. Ka treguar forcë, ka treguar ndjenjë të fortë, ka treguar edhe karakter ndonjëherë më të fortë se partneri për ta udhëhequr lidhjen. Unë nuk e di, besoj që lidhja juaj ju të konsumoj pak më shumë ty, dhe nëse vim tani këtu ku e shohim gjithë atë rrugtimin tënd, a do kishe bërë ndonjë gjë ndryshe duke marrë parasysh këto gjëra që ndodhen? E ka menduar shpesh, jo. Mendon që duke u fokusuar më shumë ke lidhja, harrove veten edhe humbe veten në këtë drejtimin e lojës? Unë e di që shumica e njerëzve aty kanë edhe strategji, kanë edhe lojë. Unë nuk hyras me lojë as me strategji. Kam vepruar me ndjenjë, edhe për sa kohë kam vepruar me ndjenjë, nuk kam diçka për të penduar. Ska pishmane. Vanesa, çfarë mendon që të penalizoj? Mund të kenë qenë argumentat e fundit që kanë ndodhur me Henrin, ndoshta edhe pak mentaliteti në disa gjëra këtu në Shqipëri që mund të ndikojnë në këtë televotim, apo mendon që s'kan të bëjnë edhe? Atë kam qenë duke menduar, që është e vërteta unë kam pas një ndjesi shumë të çuditshme sot, edhe po i thoja gjatë gjithë kohës Blerinës, Sarës, Indrit, dëgjoj, kam robat këtu, duke ua shpjeguar, po më thoshin po jo, se nuk ndodh. Dhe nëse do të kishte dalë dikush tjetër dhe jo unë sot, e kam thënë që do shgënjesha, më falë, nëse nuk dilte Henri sot, do të shgënjesha për shkak normalisht të sulmit personal që ai kishte ndaj meje aty. Ndoshta është pak mentaliteti, e kuptoj edhe atë pjesë. Unë në debatin që kam pasur me Henrin, kam thënë që jam dirë si kur kisha një eksperiencë jashtë trupit, një out of body experience ato momente, as nuk e mbaj mend çfarë kam thënë, si kam reaguar, Ke qenë shumë emotive atë natë. Shumë, unë jam gjithmonë, po ato momente akoma edhe më shumë. Je prekur. Jam kurioze. Në fakt, nuk mendoj që Vanesën e ka penalizuar mentaliteti, përkundrazi, ne të gjithë jemi munduar, jo të tregojmë mendje hapur, po të respektojmë ndjenjat dhe zgjedhjet e gjithë secilit aty brenda. Mendoj që ajo çka unë paktën këndvështrimin tim e ka penalizuar, është fakti që Vanesa u mbyll në atë fluskën e vet të marrëdhënies, ju dedikua vetëm zhvillimit të asaj marrëdhënies dhe në harroi të zhvillonte veten brenda kësaj eksperience shumë më të madhe se sa marrëdhënia, që ishte vetë formati ferma. Unë e kam vlerësuar Vanesën për atë vajzën e qetë të edukuar, po e kam vlerësuar akoma më shumë Vanesën kur nuk ka qenë ajo vajza e qetë, po ka nxjerrur kthetrat për të mbrojtur opinionin e vet, edhe marrëdhënien e vet, po mbi të gjitha në çdo situatë ka dashur që të jetë korrekte dhe argumentuar. Dhe nëse Vanesa do kishte vijuar kështu, ndoshta Vanesa nuk do ishte sot këtu me neve. Gjithsesi ti do le fituar Vanesa. Fituar the! Ka fituar Indre. Ik djalit!
Por mendoj, arsyeja pse njerëzit nuk kanë votuar Henrin, Vanessa, është se nuk e kanë parë në këtë këmbvështrimin personal mes teje dhe Henrit, po kam përshtypje kanë dashur të çohin Indrin pa Vanessën. Indri pa Vanessa, si do jetë Indri pa Vanessa? Si mendon? Shpresoj shumë që të jeti fort, shpresoj shumë që mos të jetë, se dhe Indri është shumë emotiv, nuk e di sa është parë kjo gjë nga jashtë. Është shumë emotiv. Keni gjetë njëri tjetrin? Po, në shumë situata, duke u përpjekur që të jetë mirë kuptues, të rregulloj marrëdhëniet, mendoj që e humbet pak atë në disa momente faktin që njerëzit janë edhe për lojë, edhe duke bërë strategji. Vanessa, nëse do të ishte dalë Indri në ndonjë televotim, ti do kështë vazhduar që ndroje? Nëse Indri dilte? Jo. Do kështë dalë edhe ti? Po. Okej. Julieta! E Fermës! Shikojeni Vanessën në disa nga momentet më të bukura, më pikante brenda Fermës VIP.